Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Vigjereshës, elementi tokë. Do bëjmë leximin e juaj me hapjen e letrave Celtic Cross, që secila letër ka kohën e saj, si aktuale, kaluare, ardhmja afërt, ndikimet, sfidat, frikat dhe rezultati. Më falni. Po fillojmë me situatën aktuale të dashur Vigjeresha. Pra, Vigjeresha ndodhet në një fazë që është shtatë tokës, një fazë pritje, ke bërë shumë përpjekje, ke punuar me kujdes, ke duruar dhe ke ndërtuar themelet të forta. Por tani pyetja që të ndjek është, apo ja vlen me gjithë kjo energji, apo ja vlen gjithë kjo punë, gjithë kjo investim. Kjo letër tregon momentin e vlerësimit kur ti ndalesh për të parë nëse drejtimi ku po ecën është akoma në përputhje me shpirtin tënd të dashur Vigjeresh. Në fakt, diçka brenda teje di që një ndryshim është i afërt, por ti nuk e do ndryshimin derisa të ndihesh e sigurt. Këshilla e kësaj letre është: mos e freno rritjen, Vigjeresh. Mos e freno rritjen tënde, nga frika i të panjohurs, në tokën që ke mbjell, është gati të qelë diçka e re. Sfidat dhe pengesat të dashur Vigjeresha. Kjo letër që është asi i tokës, kjo letër tregon një mundësi të madhe që po afrohet, një fillim i ri, konkret, punë, projekte apo stabilitet financiar. Por sfida jote qëndron te besimi se je gati për këtë. Sikur nuk po e beson, sikur është ajo. Shpesh Vigjeresha ka nevojë të ndjejë se gjithçka është perfekte përpara se të veprojë. Ndërkohë që kjo letër të thotë të kundërtën. Nis tani, perfeksionin të vi rrugës të dashur Vigjeresh. Pra, këshilla e kësaj letre është mos prit momentin e duhur, sepse momenti i duhur është ky. Hapi par e krijon terrenin. E kaluara që ndikon në aktualen, në të ardhmen. Është mbreti, kemi shumë mbretër këtu, mbreti i ujit apo mbreti i kupave të dashur Vigjeresh. Në të kaluarën ke pasur një periudhë ku zemra ka qenë shumë e ndjeshme. Mund të kesh dhënë shumë kujdes, dashuri apo mbështetje për të tjerët. Ndoshta vërtet duke harruar veten. Mbreti i kupës tregon një shpirt të thellë që ndjen gjithçka, por e fsheh për të ruajtur qetësinë. Tani kjo energji po të mëson një gjë të rëndësishme, të kujdesesh për veten me të njëjtën dashuri që ke dhënë të dashur Vigjeresh. Këshilla e kësaj letre është të jesh e fortë, nuk do të thotë të mos ndjesh, do të thotë të dish ku të mbrosh ndjenjat, ku të vësh barierat, ku të vësh kufizime dhe kështu me radhë. E ardhmja juaj e afërt të dashur Vigjeresh, një lajm, një ide apo një ndryshim i papritur vjen për të zgjuar. Messenger of Air apo mesazhi i ajrit është energjia e mendjes që kërkon të ecë përpara, që nuk duron më vonesë, që kërkon drejtësi dhe qartësi. Ti do të ndihesh më motivuar, por gjithashtu dhe më e sfiduar, të thuash të vërtetën pa e zbëkuruar. Kjo periudhë do të kërkoj shpejtësi në vendime dhe guxim për të folur hapur, për të folur sinqerisht. Pra, me sinqeritet, mesazhi i kësaj letre thotë: mos haro, mendimi yt ka pesh, fjalët që thua tani do hapin dyert që prisje. Vetëdia të dashur Vigjeresh, vetëdia është të gjashtë të zjarrit. Në mendjen tënde, ti e di që je afër një fitoreje. Për çfarë do lloj fitore që jeni duke pritur? Kjo letër tregon sukses, njohje dhe vlerësim. Ke kaluar shumë prova dhe tani diçka ke bërë me përkushtim. Do të shpërblehet. Vigjeresha zakonisht nuk kërkon duar trokitjen, por kjo letër të thotë se tani është koha të pranosh vlerën tënde dhe të mos e minimizosh.
Të dashur vigjeresh, këshilla e kësaj letre thot: mos e nënvlerëso punën tënde, e meriton dritën që je duke e pritur. Nënvedia, të dashur vigjereshë, është 4 të ajrit. Në thellësi ke nevojë për pushim. Kjo është energjia e qetësimit pas një situatë apo stuhie, mendimesh, sfidash. Vigjesha shpesh e mbi ngarkon veten me analiza, por shpirti yt tani të kërkon heshtje dhe rikthim në frym. Nëse ke ndje lodhje, përqendrim apo mërzitje pa arsye, kjo është shenjë që trupi dhe mendja kërkon rimëkëmbje. Mesazhi i kësaj letre: mos e quaj dobësi pushimin, është faza ku universi flet më qartë. Ndikimi yt personal, asi i ajrit. Një vërtet po lind brenda teje, vigjeresha. Asi i ajrit tregon një zgjim mendor, ndoshta një moment kur kupton diçka që të ka penguar për kohë të gjatë. Është si një frymë e re që të çliron nga konfuzioni. Kjo letër të shtyn të flasësh hapur, të vendosësh kufi dhe të ndjekësh rrugën e sinqeritetit, pavarësisht se kush lëndohet nga e vërteta. Këshilla e kësaj letre, kur thua të vërtetën, edhe ajri bëhet më i lehtë për të marrë. Ndikimet e jashtme. Ndikimet e jashtme është 8 të zjarrit. Gjithçka po përshpejtohet, më shpejtë. Komunikime, lëvizje, vendime, gjithçka që ishte në pritje tani po vihet në lëvizje, të dashur vigjeresh. Kjo mund të visi për parim në karrierë, si udhtim, apo si një mesazh që hap rrugë të reja. Të tjerët mund të shtyjnë, të kërkojnë shpejtësi, por mos harro të ruash qetësinë e mbrëmshme, asnjëherë, teksa gjithçka dhe te është e shpejtë. Mesazhi i kësaj letre: mos e harro ritmin. Edhe në stuhi mund të ecësh në drejtimin e dritës. Shpresat dhe frikrat, 10 të zjarrit. Ti ke frikë se mund të lodhesh duke mbajtur gjithçka vetë, dhe me të drejtë, absolutisht. Kjo letër tregon ngarkesë, përgjegjësi e ndoshta faj për gjërat që s'të takojnë. Por është një moment i çlirimit. Ti s'mund t'i shpëtosh të gjithë, por mund të shpëtosh veten. Këshilla e kësaj letre, të dashur vigjeresh, mëso të lëshosh dhe mos lësho ato që nuk duhet lëshuar. Gjërat që nuk të përkasin ty, nuk duhet t'i mbash si barr. Sepse kur dorëzon barrën, drita që bartë është më e lehtë për të parë. Dhe rezultati i juaj, të dashur vigjeresh, është mesengeri i zjarrit apo faqe e zjarrit, ndryshe quajtur. Rezultati është pasion, motivim, ringjallje e shpirtit. Kjo letër është si një frymë që ndez zjarrin në zemër, pas një periudhe të gjatë reflektimi. Një ide, një projekt, një dashuri, apo një qëllim që do të ndez sërish dhe do të bëj të ndihesh gjallë, vigjeresha. Tani, universi nuk të kërkon perfekcion, por zemër dhe guxim. Mesazhi i kësaj letre: nis tani me gjithë zjarrin që ke, e ardhmja i përgjigjet atyre që guxojnë të ndriçojnë rrugën e tyre. Pra, ti ke kaluar nga analiza drejt ndjesisë, nga lodhja drejt zgjimit, por i lind në një verzion më të qetë, më të qartë dhe më të zjarrt për veten. Mos ke frikën nga shpejtësia e ngjarjeve që do të ndodhin tani në të ardhmen. Je më gati se që mendon. Askush dhe ju s'duhet të prisni apo s'duhet kërkuar aprovimin. Kërko besimin në veten tënde.